Jeta e saj është një skenar filmi, një dramë që nuk arrin dot ta besosh. Familja e saj nga një fshat i thellë i veriut të Shqipërisë e shet vajzën për 6.000 euro, një të moshuari në Kosovë. Bashkime Sulejmani aktualisht është nëna e një djali 8 vjeçar dhe është 40 vjeç. Ajo ka udhëtuar nga Prishtina për në studion ton dhe do të rrëfej jetën e saj të trisht. Ishte 28 vjeç, kur nëna me të vllajin e marton në Kosovë me zotin Ahmet Goxhaliun. Dhe kjo e re nuk e dinte se çfarë fshihej pas kësaj martese dhe çfarë do e priste në këtë qytet. Bashkëshorti i ardhshëm ishte në vitin 2005 61 vjeç dhe që ditën e parë që bashkimi ambërriti në Kosovë, u izolua në banesën e tij, duke zbuluar të vërtetën pas 4 viteve. Ahmeti e kishte gruan e 4 bashkimen dhe letrat zyrtare i kishte vetëm me bashkëshortën e parë, nënën e 4 fëmijëve. Me martesën e dytë kishte një vajzë dhe nga martesa e tretë, bashkimja ishte grua e 4 për Ahmetin. Dhe këtë fakt ajo nuk mund ta duronte dhe vendos të kthehet në familjen e saj. Por aty nëna nuk e pret, por i tregon derën për t'i thënë të kthehej nga kishte ardhur, pasi familja i detyrohej atij zotërie dhe nuk kishin para për t'ia kthyer sërish. Pasi ato 6.000 euro, nëna e bashkimes i kishte përdorur për të rregulluar shtëpinë, si dhe kishte martuar djalin. Atë e shitën për të rregulluar familjen e tyre dhe të gjithë e kishin harruar. Bashkimja pasi mësoi të vërtetën, filloi të dhunohej nga babai i fëmijës së saj, derisa kërkoi ndihmën e policisë. Sot, ai jeton vetëm me djalin e saj Albin 8 vjeçar dhe ndihmohet nga kisha protestante. Ndërkohë, Ahmeti kërkon t'i marrë djalin dhe banesën ku jeton, pasi me letra është e tij. Kjo 40 vjeçare nuk ka përkrahjen e askujt. Ka ardhur në emisionin ton për të bërë një apel për ndihmë dhe për të treguar realitetin e hidhur që jetohet në këto skuta të thella të Prishtinës.